Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një pjeshk në ditë i thotë lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Mos u mashtro nga masa e vogël e pjeshkës dhe lëkura e saj delikate. Vetëm një kokur nga ky frut ka mbi 15% vitaminë C, e cila ju nevojitet çdo ditë. Kjo lëndë ushqyese ndihmon në shërimin e plagëve dhe gjithashtu forcon sistemin tuaj imunitar. Ajo lufton gjithashtu radikalet e lira, përbërësit kimik që lidhen me sëmundjet e këqija sepse mundën të dëmtojnë qelizat. Mbrojnë shikimin. Një antioksidues i quajtur beta-karoteni jep pjeshkëve ngjyrën e tyre portokallinë të artë. Kur e konsumoni, trupi e konverton atë në vitaminë A, një lëndë ushqyese shumë e rëndësishme për shikimin. Ajo ndihmon edhe në pjesë të tjera të trupit si sistemi juaj imunitar në mënyrë që të funksionojë ashtu siç duhet. Ndihmon me tretjen. Një pjeshkë e madhësisë mesatare siguron më shumë se 9% të fibrave të cilat ju nevojiten çdo ditë. Ushqimet e pasura me fibra munden që të ofrojnë mbrojtje nga probleme të ndryshme shëndetësore si për shembull diabeti, sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet kolorektal. Një tjetër përfitim i rëndësishëm është se parandalon edhe kapsllokun. Ju mban në formë. Pjeshkat nuk kanë yndyrra të ngopura kolesterolës dhe sodium. Më shumë se 85% e pjeshkës është ujë. Plus, ushqimet e pasura në fibra ju mbajnë ju të ngopur për një kohë më të gjatë. Merrni më shumë vitaminë E. Frutat e thata dhe farat janë një nga burimet më të njohura të vitaminës E, por nga ana tjetër nuk përjashtohen as pjeshkat. Ky antioksidues tepër i rëndësishëm është për qelizat e trupit. Vitamina E mban sistemin tuaj imunitar të shëndetshëm dhe nga ana tjetër ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut duke parandaluar kështu edhe mpiksjen. Mbron kockat. Pjeshkët janë të pasura gjithashtu në kalium, lëndë ushqyese kjo e cila balancon efektet e një diete të lartë në krip. Kaliumi gjithashtu ndihmon edhe në uljen e tensionit të gjakut, si edhe rrezikun për zhvillimin e gurëve në veshka dhe të humbjes kockore. Ju duhet gjithashtu që të merrni rreth 4700 mg kalium çdo ditë. Një pjeshk ka më shumë se 250 mg për një buzëqeshje rrezëllitëse. Po aq të ëmbla janë pjeshkat munden që të mbrojnë edhe dhëmbët tanë pasi kanë fluoride, ky mineral të cilin ju e gjeni tek pasta e dhëmbëve, gjendet gjithashtu edhe tek disa ushqime duke përfshirë pjeshka. Minerali gjithashtu ndihmon edhe në largimin e mikrobeve në gojë të cilat munden që të shkaktojnë kavitete. Nga ana tjetër, pjeshkat janë shumë të rëndësishme edhe për të humbur në peshë. Një pjeshk përmban 35 deri në 50 kalori dhe as pak yndyrë. Kjo bën që ajo të mbajë të ngopur dhe të parandalojë gjithashtu ngrënien e tepërt. Parandalimi i sëmundjeve të zemrës dhe diabeti. Pjeshkat janë një burim tërësisht i shkëlqyer i fitokimikateve të cilat kanë një ndikim antioksidues. Në këtë mënyrë ato e zvogëlojnë nivelin e radikaleve të lira në trup të cilat rrisin edhe rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 dhe sëmundjeve të zemrës. Kujdesi për flokët dhe lëkurën. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i pjeshkave mundet që të reduktojë ndjeshëm rënien e flokëve, lëkurës së thatë, të kokës dhe zbokthit. Vitamina A dhe C gjithashtu janë njëkohësisht të shkëlqyeshme për sa i përket kujdesit ndaj lëkurës, që është edhe arsyeja sepse ato shtohen aq shpesh në produktet kozmetike. Këto vitamina sugjerojnë rigjenerimin e indeve. Shëndeti i veshkave dhe i fshikëzës.
Seleni është një mineral tërësisht me aktivitet antioksidues, parandalon edhe formimin e qelizave të sëmundjeve të këqija dhe parandalon përhapjen e tyre. Dhe nga ana tjetër, pjeshkat kanë efektin diuretik përmes të cilit rrisin funksionimin e veshkave dhe fshikëzës. Në këtë mënyrë do ta ndihmoni trupin që të mënjanojë toksinat. Për shëndetin tuaj respirator, personat të cilët vuajnë nga bronkiti apo kolla kronike munden gjithashtu që të gjejnë shpëtim në çajin nga pjeshka. Ulëmtuesit kanë vërtetuar se konsumi ditor i çajit të pjeshkës mundet që t'i zbutë ndjeshëm simptomat e traktit të frymëmarrjes. Të dhënat më të fundit thonë se kompostoja e pjeshkës është shumë e rëndësishme për organizmin. Kompostoja e pjeshkës ofron më shumë vitaminë E dhe folat se pjeshkët e freskëta. Këto vlera në fakt i atribohen pjeshkëve të bëra komposto në kushtet e shtëpisë, por pa sheqer të shtuar. Një studim i ri publikuar në Gazetën e Shkencës së Ushqimit dhe Bujqësisë zbulon se kompostoja e pjeshkës ofron 4 herë më shumë vitaminë C se sa e njëjta sasi pjeshkësh të freskëta. Studiuesit kanë vërtetuar shkencërisht se procesi i konservimit hap qelizat e tulit të frutave dhe e bën më të lehtë për t'u përthithur nga organizmi. Shkencëtarët thonë se e njëjta arsye ndodh me salcën e domates, e cila ofron nivele më të larta të likopenit krahasuar me domatet e freskëta. Për shumë njerëz, pjeshkët komposto nuk i afrohen ngrënies së një pjeshke të freskët të stinës, por në të vërtetë sezoni i pjeshkëve është i shkurtër, ndaj kompostoja është një zgjidhje afatgjatë. Kompostoja e pjeshkës është shumë e mirë për njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun sepse tretet lehtë. Kjo komposto është tërësisht efektive edhe kundër diarresë dhe gazdrave. Këtu do të mësoni akoma dhe më shumë për vlerat e tjera të këtij fruti, tepër të mirë për shëndetin. Pjeshkët për shërim. Një kokër pjeshk plotëson 15% të nevojës ditore për vitaminën C. Kjo e fundit është e dobishme për shërimin e plagëve dhe gjithashtu lëndimeve për imunitet të fortë. Pjeshka për sy të mprehtë. Ky frut përmban beta-karoten, një antioksidant i cili transformohet në vitaminë A. Vitamina A është shumë e rëndësishme për shikimin, por edhe për imunitetin. Tretje më e mirë. Një pjeshk plotëson 9% të nevojës ditore edhe për fibër. Ushqimet me fibër nga ana tjetër e mbrojnë organizmin nga sëmundje si diabeti, problemet me zemrën dhe sëmundjet e zorrës së trashë, por edhe konstipacioni. Fruti ideal për peshën. 85% e pjeshkës është ujë. Fibra dhe uji janë kombinimi ideal për ata të cilët duan të humbasin në peshë. Duke ngrënë pjeshk, njeriu ndihet i ngopur për më shumë kohë dhe ka tendencën të hajë më pak. Vitamina E. Arrorët dhe farat janë ndër burimet më të pasura të vitaminës E, megjithatë edhe pjeshkët janë të pasura me këtë vitaminë. Ky antioksidant është i dobishëm për të gjitha qelizat e trupit dhe imunitetin. Pjeshk për kocka të forta. Pjeshkët përmbajnë kalium, një mineral i cili ul tensionin e gjakut dhe parandalon formimin e gurëve në veshka dhe humbjen e dendësisë kockore. Njeriu ka nevojë për 4700 mg kalium në ditë dhe një pjeshk ofron 250 mg. Pjeshkët dhe shëndeti i dhëmbëve. Pjeshkët përmbajnë fluor, një mineral që gjendet edhe tek pasta e dhëmbëve. Ky mineral pastron gojën nga bakteret të cilat shkaktojnë kavitet të dhëmbëve. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.